Territori i Kosovës për datën 15 mars 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët me intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të jetë me diell në shumicën e zonave, ndërsa në disa zona jugore dhe perëndimore priten vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të qetë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:41 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:48 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 1 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 13 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri në 14 gradë Celsius, Pej 5 deri në 12 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri në 14 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 15 gradë Celsius, Malishev 4 deri në 15 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 14 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius, Suharek 3 deri në 16 gradë Celsius, Prizren 3 deri në 13 gradë Celsius,